Këngëtarja shqiptare zbulon gjendjen e vështirë shëndetësore. Mendova se nuk do t'ja dilja. Këngëtarja e njohur shqiptare, Enisa, ka ndarë një postim në rrjetet sociale pas një periudhe të vështirë. Ajo tregon se sapo ka kaluar 3 javët më të këqija të jetës për shkak të një gjendje të rënduar gripale. Enisa thot se gjithçka ka kërkuar gjatë atyre ditëve ishte që të bëhej mirë. Ajo e quan këtë përvojë si diçka shumë të papritur për të përmbyllur vitin, ndërsa në fund falenderon çdo që është interesuar për të. Jash për herë të parë pas 3 javëve më të këqija të jetës sime. Kam parë të merr me gripin ai njohur edhe si varianti më i keq i gripit. Shumë ditë mendova se nuk do t'ja dilja, ishte shumë keq, por kisha Zotin në krah. Jeta është e frikshme kur e vetmja lëvizje që mund të bësh për javë të tëra është nga krevati në divan. Por më ndryshoj këndvështrimin në gjithçka. Kur nuk ke shëndetin, asgjë tjetër s'ka rëndësi. Më kujtohet kur gjithë çfarë i thosha vetes ishte që dua vetëm të jem sërish e shëndetshme. Çfarë mënyre e papritur për të mbyllur vitin. Jam shumë mirënjohëse për këtë jetë dhe dua t'i marr më të mirën. Faleminderit kujdo që më kontaktoi, i kam lexuar të gjitha mesazhet tuaja dhe ju vlerësoj shumë. Mezi pres që të vijë 2026, shkruan Enisa në postimin e saj në Instagram. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.